tek bloku I ministrive, duhet të presin çfarë do të ndodh. Po, ja. Ndjekim nëse ka një mesazh. Sepse këta qeveritar janë shtruar një band hajdutësh, kusarsh, në vend që parat t'i kthejnë rrogat tuaja, bëjnë ligje për të mbrojtur parat që kanë vjedhur. Nuk keni asnjë justifikim të mbroni banditë si këta. Zoti Besha, si do vi aksioni? Do të ecim nëpër Tiranë apo ka një plan të qartë? Planin ndiqeni dhe raportojeni qytetarëve se ju e patë se si Tirana ishte edhe Shqipëria e derdhur një lloj si në 20 shkurt të vitit 91, Edi Rama është I pa shpresë. Mesazhi është Edi Rama është I pa shpresë, është I përfunduar. Si komentoni ujin me presion që hodh dhe gazin lotësiellës nga janë ata që hedhin ujë dhe gaz, janë Ilirian Proda dhe Sokol Bishga, dy kriminal të klasit më të lartë, të cilët në mënyrë absolute do të ndëshkohen me gjithë forcën e ligjit. Pesha, pse e vendosët ditën sot në qëndroni me protestuesit? Nuk I pritëm selinë e Partisë Demokratike se të tjera. Si? Pse qëndruat sot me protestuesit? Pak më vonë detajet tani. Si, bravo, po. Sepse herë të tjera I pritën seli. Se skenari ndryshoi. Sot është mbledhur një këtu. Bravo. Armela, pra duket se do jetë një protest fluide, do të jetë një protest pas skenare dhe skenare që do të zbulohen rrugës, të ndjekur nga media, të paktën kështu komunikoi lideri opozitës Sali Berisha në deklaratën që pati për mediat, por edhe në thirrje në fakt që u bëri të gjithë uniformave blu policisë, punojësve të policisë që të bashkohen qytetarëve në këtë protest për rrëzimin e një regjimi sipas tij diktatorial që ka instaluar kreu I qeverisë Edi Rama në vend. Ndërkohë pas kësaj ndalesës dhe një prononcimi që pati zoti Berisha për mediat, është duke vijuar marshimi I tij I ndjekur nga deputet, nga eksponentë lartë të Partisë Demokratike dhe sigurisht edhe qytetarët. E qartë. Për të vajtur me çfarë duket ose për të shkuar drejt kuvendit të Shqipërisë, aty ku na raportohet dhe ne mund ta shohim në fakt edhe në pamje që sot përveç gardit policor, I cili ka qenë I dukshëm I shumt aty, është vendosur edhe një gard metalik, pra si mas përforcuese. Është sërish zoti Berisha me një tjetër mesazh me çfarë duket? Bashkia e pastruan bashkinë. Siç pastruan bashkinë nga Elion